ky precizitet e bën që dallon hadithin nga sirja. Është një pyetje tjetër të ngjashme, thotë a pranohet rivajeti apo transmetimi i hadithit prej ulemave të sirës dhe çka nën kupton kjo? Po pranohet nëse i përmbushin kushtet. Andaj ka fillimisht në esencë do të thotë në zanafillën e shkencave islame transmetues hadithit kanë qenë edhe transmetues sirës. Nga se kush na ka përcjellë neve ashabët e pejgamberit sa. Dhe kush na ka përcjellë hadithin gjithashtu ata e kanë përcjellë. Prandaj dietarët e kanë përmendur dhe kemi edhe fakte të gjalla, do të thotë se një dietar i sirës, një shkruas i sirës mund të jetë edhe transmetues i haditheve. Mirë po, duhet të ketë plotësuar kriteret e transmetuesit të pranuar. Andaj transmetuesi duhet të jetë i thonë arabisht thiqa, i besueshëm. Transmetues i besueshëm. Dhe për çështën e tillë ka kritere. Në qoftë se plotëson kriteret, pavarësisht kush është i sirës apo është i fikut apo është i lamit tjetër, mund të pranohet transmetimi i tij. Përndryshe, kemi dietar që janë marrë me hadith, por në disa raste nuk është pranuar transmetimi i tyre. Për shembull, ka dietarë të cilët kur kanë transmetuar në qytetin e tyre, transmetimet i kanë të sigurta. Ndërsa kur kanë transmetuar jashtë qytetit të tyre, transmetimet i kanë të pasigurta. Dhe ky është dietari i hadithit, apo mirë po që ndodh që në disa raste të jetë i sigurt, në disa raste të jetë i pasigurt. Nga se kur ka transmetuar në qytetin e tij, ka transmetuar nga librat e tij dhe ka qenë i sigurt. Ndërsa posa është ndonë nga librat e tij, ka qenë i pasigurt. Andaj nuk është marrë transmetimi i tij. Gjithashtu kemi transmetues të hadithit, gjithashtu që në një periudhë të caktuar të jetës së tij janë pranuar transmetimet. Pastaj nuk janë pranuar. Sigurisht kemi rastin për shembull Abdullah ibn Lahia, është transmetues nga Egjipti dhe ai ka qenë i njohur si transmetues. Mirë, po ai ka transmetuar kryesisht nga librat e tij. Në një moment i është djegur shtëpia dhe së bashku me shtëpinë i është djegë edhe librat. Dhe pastaj ka filluar të përzin. Nuk ka ditë të ndon transmetimet. Për shembull, a është ky transmetim nga ky njeri apo nga ky njeri? Dhe kjo automatikisht ka bërë që dietarët të stopojnë pranimin e haditheve nga ai apo. Për këtë arsye, nuk është pranimi i hadithit dhe transmetimi i tij i fokusuar me dietarët ose strikt, do të thotë i rezervuar vetëm për dietarët e hadithit. Por çdo kush që i plotson kriteret e transmetimit të sigurt nga koha e marrjes së hadithit deri te koha e dorëzimit të hadithit, ky njeri pranohet hadithin nga ti. Ngaj, nëse njeriu nuk i plotson kriteret e transmetimit të hadithit, qoftë dështon në aspektin e marrjes apo dështon në aspektin e dorëzimit të hadithit, atëra kjo shkakton që hadithi i tij mos të pranohet.